e klasit më e prorë. Më e prorë, një antar një vot. Prit. Zgjedhet me një kandidat. Po, e vërteta absolute është që në 90% dhe më shumë, të atyre që i bëjnë me një antar një vot, janë me një kandidat. Pse? Sepse ata që kanë peshë dhe nuk janë sigurt në fitore, nuk hynë, nuk pranojnë të hynë, kaq, jo për arsye tjetër. Por ama, në asnjë rast, në çdo rast, për të hyrë në garë, disa kritere do t'i plotësosh, apo jo? Jemi dakord, përndryshe, gara bëhet qesharake. Po marrim rastin e Meremes, se ato tjerë që nuk janë në PD fare. Po marrim rastin e Meremes. Meremja është në PD. Meremja ka bërë një garë. Ka marrë 43 vota. Mirë, bravo i qoftë që bërë një garë, e përgëzoj në qarkun e Durrësit, dhe ka marrë këto vota. Tani, për të kandiduar Meremja që të drejtoj ty, dhe demokratët, do të ketë disa prova të tjera, sepse përndryshe gara nuk bëhet qesharake. A jemi dakord? Dhe një garë e tillë nuk të nderon. Dhe për ta mbyllë këtë punë, unë isha në Zagreb. Doli Meremja dhe tani vuvuzelat. E ka fut Flamurnoga. E ka zgjedh Flamurnoga për të bërë një kandidate. Kur Flamurnoga apo komisioni, nuk di se komisioni që i shef kandidaturat, i tha nuk plotëson kriteret, tani pse heq Flamurnoga? Ndaj dhe një gazetare ka punonte me një organizat financuar nga Sorosi për rrjetin investigativ, shkruan të dje se Partia Demokratike me që zbën nuk ka të drejtë të kërkojë zgjedhje, me që zbën vetë zgjedhje. Sipas saj, është një sorosiste e verbra, jo? Sipas saj, vota, zgjedhjet me një antar me një vot, forma më e prore nuk janë zgjedhje. Mbasi Edi Rama nuk bën zgjedhje. Pra, unë ala pak më shumë të ky moment për të sqaruar çdo demokrat që duhet të refuzojnë me përçmim përpjekjet mashtruese, gjuhën korruptive që përdor media për të mbrojtur Edi Ramën. Ka në 10 artikuj PD-ja nuk bën zgjedhje, kur PD-ja bën zgjedhje një antar një vot, nuk ke një artikull të vetëm. Se Edi Rama nga 2009 dhe gjerë sot nuk është votu kur në atë parti. Besoj se i konsumova, apo jo? Mirë. Po. Ure misarin Shukri Raza. U bënë 35 vjetë të erdhëm me thirrjen liri demokraci. 35 vjetë as liri, as demokraci, as pronë, zi e mazi. A ka në dritë jeshile? Faleminderit. Edhe një kam. Tjetër. Themi Rama ik. Me drita ndesme, edhe ktheu, shko hajde në Tiranë, a nuk shkon, nuk ike në doktor. Se i suzi të dëmuzin. Pakët, nuk ka gjithë. Faleminderit. Marrë 2-3 pyetje edhe pastaj. Marim dhe
2-3 pyetje? Po. Edhe një pyetje tjetër, të lutem? Përshëndetje, doktor, dhe mirë se erdhe. Jam Fatbarda Miftari, mësuese në gjimnazin e Peshkopis, gjimnazi Sejt Najdeni. Unë edhe në përmbylljen e fushatës kam deklaruar për shpopullimin kryesisht pra të rinjt dhe për boshatisjen e shkollave. Është një dhimbje tepër e madhe për të gjithë. Pra, çdo vit mbyllen klasa. Pothuajse gjysma e nxënësve kanë ngelur. Çfarë zgjidhje ka? Si do t'jetë e mundur që të tërheqim bitë e bija tanë, që të mbushen klasat, të mbushen shkollat dhe të mbushen shtëpit patjetër. Ju falenderoj. Edhe një pyetje të radhës. Profesorit, lutem, po. Profesori, po. Hajri Begu qëmë, së pari jam pensionist dhe pensionistët po diskriminohen sa s'kama. Gjoja bëhet propagandë, një do rritet 1.800 lekë në muje për ato që i kanë pensionet e ulta, ndërkohë që nuk përmendet fare indeksimi për ne. I keni pensionet e larta, kush e ka mbi, thot 400, por në fakt kush e ka mbi 300 nuk përfiton kur gjë. Prandaj pensionistët nuk duhet t'i japin votë më kësaj qeverie. Së dyti, të falenderoj zoti Berisha për energjinë që ke. Ti udhëhoqe revolucionin demokratik 90, 91, e 92, iku sistemi i mëparshëm. Në mas 97-ës rebelimit që u bë përsëri e ngritën kam Partinë Demokratike. Në pushtetin si tha zoti Xhelal, që pate si kryeministër nga viti 2005-2013, e nulizove ekonominë. Unë në atë kohë kam punu në administratë, edhe ato suksese nuk janë arrit asnjëherë. Tashi kemi rënë në Gjermin, me thënë të drejtën. Duke sikur Shqipëria ka hec, jo është bëne rrugë, dhe me thënë rrugë që nuk i përfundoj, edhe vetë rrugën e Arpit. Shumicën e rrugës trasese ndërtoi qeveria e juaj. Dhe tashi, dhe me thënë, vazhdojnë ato rrugë që nuk patën përfunduar, është bënë në i përparim. Shifet në i gradasiel që bëjnë oligarkët e trafikantët e drogazit, edhe ka është stolist për qyteti. Por në fakt, këto janë pare krimi, nuk janë bukuria e vendit tonë. Bukuria në thojza shifet në zonat rurale ku është braktis, fshati, shifet ku janë lanë tokat djerë. Bukuria në thojza, shifet ku rinia nuk janë këtu, shifet nga diskriminimi që bëhet demokratët. Me kërku punë sot nuk të fut kush në punë, ma kese më kohën e komunizmit. Pra, ju fatmirësisht jeni ekzistoni, edhe jam i sigurt që do ta çoni Partinë Demokratike përsëri në fitore.
Tani, unë disha të nalëm diçka konkrete për reformën administrative, territoriale. Dibra e thadë Zoti Xhelal që ka pas 15 njësi, si më thanë, bashki dhe komuna, rreth i jonë, nërsa sot ka vetëm një. Këtu Komisioni i Reformës, antarët e Komisionit të Reformës të Partisë Demokratike, mendoj që minimumi duhet sigurojnë të këmbgullin për 3 njësi maqedara, të cilin ju që në qeverisën tuaj si kryeministër këmbgullit që të bëhet bashki, por Klosi u bë, maqedara jo, e meriton maqedara të jetë bashki. Po kështu një të ngjelet këtu në qendrën për Shkopi, një bashki të bëhet në Kastriot. Kastrioti është emër simbolik për gjithë kombin tonë. Sepse atje janë rranjët e herojtë tonë kombëtar, edhe meriton të jetë një bashki. Që në vitet 20, ati që në plan nga shteti që të bëhet reforma, të bëhet ajo prefektura e Dibrës. Por dështoj, u bë shkollën në radhë. Tashi ka ardhur koha që të këmbgullet, që të bëhet bashki në Kastriot. Bile, unë, Zoti Xhelali kam thënë, mor kërko 4 edhe në Aras, kërko edhe në Lur, po të paktën minimumi 3 të bëhen. Edhe në diçka tjetër, Dibra duhet jetë me ju. Ju jeni vetmi që i keni dalë Zot Dibrës përmbi atë projektin famkeq, për projektin për mbrojtjen e Dibrës nga projekti Skapicës. Është e pabesueshme, është i parashikueshëm ky kryeministër se kur ti teket, kur të gjej pare, i me njerë ja fillon Skapicës. Po të mbytet Dibra për një fitim të këtyre oligarkëve është e papranueshme për kombin edhe për gjithë Shqipërinë. Prandaj duhet përmendet kjo punë. Ju uroj sukses. Shumë faleminderit. Tani po ju përgjigjem këtyre pyetjeve, pastaj po marr tjera. 35 vite. Tani unë do të ndaja pak më ndryshe. Do të ndaja periudhën kur në Shqipëri bëhej rotacion politik dhe periudhën kur në Shqipëri nuk bëhet rotacion politik. Sepse po të shohim zhvillimet i dashur mik, në këto 2 periudha, themun në bindjen më të thellë, shkaku më kryesor i rrokullisjes madhe të Shqipërisë gjatë këtyre 12 viteve është mungesa e rotacionit politik. Por Ronald Reagan e ka thënë që për demokracisë i mjafton një gjenerat për të zhdukur. Po s'u mbrojt, po nuk u mbrojt. Ndaj dhe në këtë drejtim jemi në një regjim autokratik, në të cilin zgjedhjet janë fars, nuk janë zgjedhje, dhe pastaj në të cilin politikat janë politikat e pushtuesit. Tani, po marrim Skavicën. Jam përpjek me aq sa kam pas mundësi, por t'u them të vërtetën e kam konsideruar atë një nga krimet më të shëmtuara që mund të bëhen në Shqipëri. Pse? Pse? Sepse ishte absolutisht e pa justifikueshme. Aq energji sa prodhonte Skavica, mund t'i prodhosh të një shpat mali me panele diellore dhe të mbysje Dibrën. Një projekt i Kosen Vërhoxhës në të cilën s'kishte panele, ishte krejt tjetër, të mirje përsipër të përmbytje Dibrën, ishte krimi kombëtar më i shëmtuar që mund të bëje. Edhe mos kujtoni se e ka lanë për asgjë tjetër, por
çmimi ka kaluar shumë më lartë dhe duket se përvallon dot. Ama një gjë do të them. Në të gjitha këto protesta është vetja mënyrë. Shkuan në Zërqan për t'ja u marrë ujin. Dolën ata, i dolën Zot. Edhe i përzun. Diku afër Zërqan, në një zonë aty. Fush Bulqiz, po. Në Fush Bulqiz. Dolën ata dhe joj, thanë. Erdhën dhe emigrantë, erdhën dhe këte, joj, thanë. Kjo është tokat e të parve tanë. Me këta ujë, kemi patur jetën ne. Tani vjen dhe marrë ishte jo. Edhe ikën. Kaja, ja me rujtë Ostrelit. Nërton ishtë deputeti socialist. Qa Ostrelin pa ujë, s'ka jetë. Pranaj, miqë, duhet protestua. Duhet protestua ndaj çdo padrejësie që bëhet. Jemi në këto kushte. Rama ik, e ke drejtate, po ka një gjë. Ne jemi parti demokratike. Jemi të përsaktuar në të gjithë filozofin tonë që ne pushtet me dhunë nuk marrim. Kjo rruga me vot është më e vështirë, por rruga më e drejtë, më dijitoze dhe themu një gjë, që ky parim i ka shërbyer shumë shqiptarëve, Shqipërisë dhe Partisë Demokratike. Ndaj dhe ne nuk do lodhemi, Rama X protesturi, Gjersa Rama të thej qafën të shkoj aty ku e meriton. Zonja mësuese, ju, problemi që shtruhet ju është drama me madhe që shqiptarët mund të kenë patur nga vitet 1300 gjersot. Kur ky kom nuk ka pësuar në 10 vjet një paksim të tillë përveç se ndofta nga kolera nga mortaja e viteve 1300. Kur? Asnjë kom tjetër, 47% në 10 vite. 1.1 milion vetëm në hapësirën Schengen. Dhe ndigjoni ju këte qeveri të flasë njëherë për këte proces. I ndigjoni mediat e saj, se pastaj thonë, pse na sulmon, si të mos sulmoju. Se kjo është problemi më madhor. Pse ikin shqiptarët? Shqiptarët ikin për shkak të gjendjes ekonomike në radhë parë. Pa mundësisë për t'jetuar. Këto politike kanë bërë Shqipërinë një vend të pajetueshëm. Sepse kilometri rrugës ndërtohet në Greqi me 3-4 milion euro, në Shqipëri me 20 milion euro. Sepse kilometri rrugës shkëmbore me përmasat e rrugësarbit ndërtohet me 1-2 milion euro, këtu ndërtohet me 11 milion euro. Sepse tuneli Llogaras, tuneli ndërtuar për 3.000 banor që i takon 64.000 euro për frym, se ndërton kush në botë, as Amerika, as Luksemburgu, as vendet më të pasura të planetit nuk ndërtojnë një tunel të tillë për 3.000 frym, apo dhe për 20.000 frym me turistat. E ndërtojnë sepse mori me një xhep 50 milion euro. Pra na ikin shqiptarë, se nuk ka rroga, nuk ka pensione. Ikin shqiptarë, sepse incineratori 130 milion euro zhduket, çdo qindar vidhet. Sepse
Impjanti për punimit të ujrave të zeza të Tiranës, $120 milion zhdukën. Pra na ikin shqiptarë. Shqiptarët ikin se vidhen dhe vetëm vidhen. Kjo është e vërteta. Dhe kjo është një kushtrim. Unë ju garantoj se me këto ritme, në vitin 2050, këtu do jenë, a do jenë, as do jenë 300-400.000 shqiptarë. Dhe do kenë ardhë të tjerë, se kjo është ligji. Toka bosh nuk rrinë. Jo. Po të shojsh historinë, aty ku kanë qenë, ku janë sot, këto kombe kanë qenë dikur të tjera. Ata që kanë qenë që kur është kriju bota janë të pakt. Dhe kjo do jetë drama me madhe jona. Dhe më falë, zonja mësuese, nga vitin 2005, në vitin 2013, 2007, në vitin 2014, numri shqiptarëve rritej çdo vit në Shqipëri. Pse rritej çdo vit në Shqipëri? Sepse rriteshin rrogat, sepse rriteshin pensionet, sepse bizneset nuk kishin taksat larta. Pra kishte një besim, një shpresë tek përmirësimi, tek ndryshimi për mirë. Nuk është se ishin kaq mirë, jo, po do bëheshin më mirë. Kurse këtu nuk ka shpresë, nuk ka besim. Pensioni sot, absolutisht është më i ulët se ai që bie në 13-ën. Pse? Sepse në 13-ën blije të paktën 40% më shumë se me këtë që ke sot. Nuk ishin këto çmime. Jo, janë të regjistruara. Tallet tani. Do rris pensionet 8 euro, 2 kg domate. Pra, më cinike se kjo nuk ka. Ne kemi projektin. 200 euro për çdo frymë minimum jetik. 34 e ka ky ndimin ekonomike. Çfarë do bëjmë me 34 euro tjetri? 230 euro jep kryetarja e bashkisë për qejt. 34 euro jep bashkia e Vlorës për ndihmë ekonomike për qytetarët. Pra, lidhur me njësit, plotësisht dakord me ju. Ajo reform i shërbeu platformës Çubriullovicit. T'ja heqim shërbimet. Një nga pikat kryesore të memorandumit të Çubriullovicit është që t'i mërzisim shqiptarët aty ku janë. Nuk është t'i vrasim, edhe t'i vrasim, po kryesisht t'i mërzisim, që të rrinë aty ku janë. Dhe kjo ishte, hiqja u shërbimet, leri pa rrugë, leri pa ujësjelës, leri pa qendër shtetësore, dhe ata do ikin. Hiqja u qendrën e bashkisë të komunës, sigurisht që ne jemi dhe kanë ardhur do vinë këtu, do ndëgjojmë dhe ne po punojmë me shumë seriozitet, do bëjmë konsulta me ju, do marrim zërin tuaj, dhe ne do mbrojmë tërësisht vetëm një projekt që u shërben qytetarëve. Ky është zotimi ynë, po t'jeni të sigurt që ai nuk pranon. Ju falenderojmë për pyetjet, komentet dhe sugjerimet tuaja. Së fundmi presim një koment fundit nga doktori, si zakonisht. Po. Okej, lutem mikrofonin. Jep. Për shkak të kohës, na duhet që të marrim dhe pyetjen e fundit, lutem. Përshëndetje, doktor. Mirë se erdhe. Ke thonë që gjitha betejat i ke fitu. Edhe unë thonë që të gjitha betejat i ke fitu kohët e fundit. Që fillove nga partia. Edhe jem dakord, shumë dakord ju me betejat, si i ke fitu. Ka ngel një vetëm një betejë. Beteja është vetëm e Tiranës. Edhe unë thamë, sot të s'du të bësh zgjedhje. Du të reshat e betejë, ta marrësh betejën, ta marrish Partinë Demokratike, ta shësh në fitore,
Pastaj, zoti doktor, lutem për një gjë, se edhe mosha ta bën, atëherë që është ish pasasi biletu ta gjesh qëpsë. Pasasi du ta gjesh shumë vendosë, nga një që ti i përngjeku politikë, sa ai nuk e trahton atheu. Se komunistat e trahton atheu, se ka në komunista në rëtu edhe në gjirin tonë. Tjetër, nuk jem dakord, unë nuk të votoj. Sa këmë qesë votoj, është përshaj votoj, të je këtaj Partisë Demokratike. Te, se ke thonë vetë, unë dhe fitoj betejë. Fitoj betejë, në rregull, ma rregull punë. Ta shtem vitin tjetër, vinë për këtar bashkije. Na duhet ti kishe gjithë atë pasashin këtu. Kush të bëhet këtaj Partisë Demokratike, këtaj për bashkije. Dy veta kanë qenë, dy veta janë që e tërhekin karvanin. Ka qenë Ilie Krosi, dhe i dyti është Gjemal Gjungshi. Me betejën që ka bërë Gjemal Gjungshi, edhe që organizimin që ka bërë ki, mu nuk kam pa një të time, asë njëherë, betejë si ti. Ta jënë ishin dy piqët të mëja, karvani e tërhiqte ashtë bukur që socialistat i mbushën. Ka asë kishtë prej meja. Faleminderit shumë. Kisha pak emocione, po s'ka problem. Pyetja fundit. Ishte pyetja fundit. Është pyetja fundit. Jo, ka tjetër? Pyetja parë apo zgjedhjet? Po, për zgjedhjet të vazhdoni punën, dhe mos komentojeni, vazhdoni luftën me Tiranë. Jeni të Tani, përshëndetur të gjithë. të falenderoj për ndërhyrjen. E vërteta është që Partia Demokratike do bëjë zgjedhjet një antar një vot. E vërteta është që kur kjo parti nuk do shtrohet në shtojës as në fasad të Partisë Krimit, e cila sot është forca politike më kriminele, më inkriminuar, si rilindje kam fjallën. Betejë vështirë është, por ne qëndrojmë, zbashkërisht do qëndrojmë të pamposhtur. Dhe, po, unë kam vlerësim të madh për zotin Gjungshi dhe unë e din për punën e tij, kam vlerësim për të gjithë, për zotin Mziu, kryetar udhëheqësin politik të Dibrës, i cili ka bërë një punë shumë të çmuar, dhe të gjithë bashkëpunëtorët e mi. Së fundi, në qoftë se ju do pyesnit se cili do jetë drejtimi më themelor në këtë periudhë ose drejtimi më themelor në këtë periudhë i Partisë Demokratike, do të jetë organizim. Miq, do të rikthehemi bashkërisht me forcën më të madhe organizimit. Do të rikthehemi bashkërisht me forcën më të madhe ripërtritjes. Do të rikthehemi bashkërisht me forcën më të madhe modernizimit të partisë. Ne jemi luftëtar, do qëndrojmë, do mbetemi luftëtar, por formacionet tona do të riorganizohen në mënyrën më të përsosur, më të vendosur, do ripërtrihen me antarësime të reja dhe do modernizohen me teknologjit më të mira në mënyrë që t'jemi sa më të suksesshëm, sa më eficient në qendresën tonë, në suksesin tonë. Faleminderit. Ju falenderoj për pyetjet tuaja. Faleminderit për këtë bisedim së bashku. Ju ftojmë që të jeni prezent në protestën e 8 majit, të gjithë së bashku në Tiranë.